që luan në Real Madrid, që vazhdon të jetë startues i pa kontestueshëm në skuadrën spanjolle, por që a do ta ketë të vështirë, padyshim që do ta ketë, por përparësia jonë është momenti ku luajmë në Fadil Vukri. Do thotë u deshtën një më pak se 2 orë me ushit gjitha biletat e ndeshjes. E që do të stërshiten prapë në rast se shkojmë. Ajo është edhe më e çuditshme. Disi është interesante sepse fillimisht nuk dihet se me kënd në rast se kualifikohemi, do zoti kualifikohemi, edhe po erdhi Turqia, analizohet një shtet me 80 milion banor, të vi këtu. Të vi këtu 1 milion bileta, po të kish mundësi u ashet, nuk është ndonjë farë problemi. Në këto ndeshje është 5% nëse s'gaboj për tifozët mosafir, po që në rastin konkret sot që luan Kosova, kjo 5% që nga respektuar. A pritet që dhe Romania të jetë e fortë në këtë lojë, në këtë ndeshje? Në situatën që është të shku, Romania e ka një fazë tranzicionit të gjeneratave që këtyre kombëtarëve ju i pezullon ka gjashëm rastin konkret e kemi Italin kur e patat periudën e tranzicionit e që u eliminua nga Maqedonia Veriut. Me dosh zoti me na pranu lutje tona me fitu Kosova dhe Romania është tepër mirë për neve. Se me Romaninë e keme mbëlet. Po ta rastin ta shoh pjesën e parë. Besoni 2 herë nuk shkoj te porta Romania. Turqia dominim total. Domethënë Roman edhe në fakt kombëtarja e Turqisë është e fortë. Shumë e fortë. Prandaj aty nuk besoj që do të ketë befasi se Turqia vetëm ka shënu edhe do të kaloj këtë round, betë të shihet ne, dhe po shpresojmë ta kemi ditën më të mirë ne, e ditën më të keqe Slovakt. Njëjtën kohë edhe në Prishtinë, Turqia ose Rumania. Që të bëjmë plane për verës me shku në Amerikë, pse jo. Çka ndodh nëse nuk fitojmë sonte? Pritet ndeshje me? Do të luajmë një ndeshje miqësore nëse s'gaboj. Ndeshje miqësore. Do shta me Romaninë. Nuk kam informacion për ato të sakt. A do të jenë 2 homse? Në bazë analizës që e përdërim tani. Por ajo do të jetë ndeshje zhgënjyse. Nuk duhet ta mendojmë ato. E rëndësishme është që ne, po flas përgjithësisht si popull, kemi filluar me mendu